Zbulohet Djellza, ishte dashura e Gjestit. Dyshja janë takuar pas daljes së tij nga Big Brother VIP Albania. Emri i Djellzës është përmendur shpesh gjatë qëndrimit të Gjestit në Big Brother VIP. Por së fundmi është zbuluar se dyshja janë takuar përsëri pas daljes së tij nga formati. Gjatë emisionit Kosova Today, gazetari Agon Rexhepi tregoi se Djellza ka qenë në një lidhje 5-vjeçare me Gjestin dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm në jetën e tij, veçanërisht në periudha të vështira financiare, duke ndihmuar jo vetëm atë, por edhe miqtë e tij. Rexhepi zbuloi gjithashtu se pas daljes nga shtëpia, Gjesti dhe Djellza janë takuar dhe ai I ka dhuruar një zinxhir si simbol për lidhjen e tyre të kaluar. Një tjetër detaj interesant është marrëdhënia mes motrës së Gjestit, Blerinës, dhe Djellzës. Dyshja kanë punuar së bashku për më shumë se 2 vjet në një qendër tregtare në Prishtinë dhe janë mikesha të ngushta. Kjo mund të shpjegojë edhe qëndrimin e ftohtë të Blerinës ndaj Eglit, e cila nuk ndiqet prej saj në rrjetet sociale. Sipas gazetarit, Djellza është zhvendosur në Gjermani pas rritjes së famës së Gjestit dhe është larguar nga rrjetet sociale. Gjatë një vizite të Blerinës në shtëpinë e Big Brother, ajo është dëgjuar duke thënë: "Kam qenë në Gjermani veç për ty", një koment që mund të jetë një aluzion për lidhjen e vazhdueshme të familjes me Djellzën dhe ndoshta për një mundësi rikthimi të marrëdhënies pas përfundimit të spektaklit.